Përshëndetje të gjithëve. Ju përshëndes gjithëve. Për sot, duke qenë se kërkesat janë më të mëdha për këtë këngë, do bëjmë këngën Suarek na u bë nami. Kjo këngë i kushtohet Besim Ndrecës, që diku nga vitet 95 është vra pasi vrau, po themi, kryetarin e Gjendarmerisë së Suarekës. Është me të vërtet një hero i Kosovës para se u që këtë dilte në skenë dhe ka meriton këngë, e meriton edhe ne ti mësoj melodin, pasi me të vërtet është një këngë shumë e mirë, edhe shumë patriotike, edhe paka shumë përputhet pik për pik me historinë e vërtet. Unë ju falenderoj për mbështetjen tuaj. Normale, unë s'kam dhënë në i kusht, i vetmi kusht është me u bën një mijë shikime, pasi kjo do t'ishte minimumi i mundshëm, për ndryshe i bie që s'na interesojnë. Vazhdoj me refrenin. Kjo është këngë, merret qiftelie, sharkie, violine, futi qatë dush mrena, do me thënë tupane, darbuka, mos legjo pa i fut mrena, ma e mirë del është tradicionale, shumë tradicionale. Mjafton që kur ta filloni të mani gishtat tu. Kuptoni, nëse ju e mësoni teknikisht, është shumë e thjesht, mërë s'ke nevojë fare të shkosh poshtë në tu. Pastaj fillon kënga, vetëm hera parë ka me o.
merret me teke, nuk është se kërkon në gjë të madhe kanga, do me thënë ting lart e poshtë edhe ashtu merret. Kurse ke melodia, nëse jep në i qik ma shumë bukuri, ma mirë do t'ishte. Edhe i herë melodin, edhe i herë kangën, e pastaj shohim. Refrenin. Ju do thëni bëje ma vash, nuk ka ma kuptim, sinqerisht, ja pak ma vash, po e hum kuptimin melodia. E kjo do t'ishte refreni. Pastaj fillon kanga. Edhe pastaj fillon direkt refreni. T'ja u bëj edhe një herë refrenin, të lidhur me kangën. E duhet ta kuptoni, është shumë tradicionale e shumë e thjesht. Thjesht pak vëmendje do. Unë kam pa, do të thënë, me të vërtet kam pa fëmijë, po themi fëmijë 14 vjeç, po që vine mjekin në live edhe kanë fillu qiftelin duke pa videot e mia, unë shoh që ata me të vërtet mund të ecin shumë përpara, do të thënë kanë bërë përparime derisa ka kurajin me u fut live, do thotë që kanë bërë përparime edhe mund t'ja dalin. Edhe një herë t'ja u marrë normalisht. Të e bona për ata që e din qiftelin edhe paka shumë me pa në gjë ma tepër.
Jo për ata që janë duke mësu, për ata shërben ajo pjesa ngadalë që po bëjmë sqarime, edhe unë ju përshëndes, ju uroj gjitha të mirat. Të shohim për melodinë e ardhshme, e normalisht sikur ju kur e shihni që do një melodin tjetër, një shpërndave me i futaj me 200 shikime që mund t'i mungojnë. Po gjithsesi ju e dini vetë, si mas që fituj, mos se prishni të rezin fare, e në qofë se dikujt do t'i shërbej, më bëhet qefi. Kalofshi mirë.